Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 21. Data 21 gusht të 2026. Duket se pikërisht kjo ditë është një ditë që vërtet ndikon shumë në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe me disa ndryshime të vogla që vinë drejt jush, por arsyeja është mjaft e madhe, sepse jo për një gjëra që nuk vinë ose nuk ndodhin për arsye të punës, por data 21 duket se në anën e punës, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimin, do të thotë që ka të bëjnë me disa çështje shumë të rëndësishme në marrëdhëniet, përgjegjësitë, karrierën, dashurinë dhe vendime që lidhen me ekuilibrin dhe dëshirën në detyrimet e punës. Fenomeni më i fortë i kësaj dite është afërdita në peshore me Saturnin në retrograd në Dash. Kjo do të thotë që ka disa kënde që na ndihmon, na jep mundësinë në anën tjetër ka të bëjnë, sepse afërdita në peshore do thotë ndikim, do thotë stabilizim. Afërdita, ndikimi i madh që lidhet me Saturnin në retrograd në Dash, një kënd që bën ditën serioze, maturim dhe jo gjithmonë e lehtë emocionalisht. Afërdita në peshore kërkon paqe, dashuri, diplomaci, bukuri, marrëveshje dhe harmoni, ndërsa Saturni në Dash kërkon përgjegjësi, kërkon kufi, realitet, maturi dhe vendime të pjekura. Kjo do të thotë se sot marrëdhëniet nuk mund të mbeten vetëm në fjalë të bukura, ato testohen nga realiteti. Ky kënd prek fort peshoren, Dashin, gaforen, britsjapën, sidomos të 10 diqit të dytë. Veçanërisht ata që kanë planete ose pikat personale në këto shenja. Gjithashtu ka të bëjnë me shenjat që kanë përballë, që do të thotë ndikimin, do të thotë rrezatimin. Ajo që kanë përballë do thotë me peshoren, që mund të sjellë ndjesi si duhet të zgjedhësh vetë pa prishur ekuilibrin. Për Dashin mund të ketë përgjegjësi në marrëdhënie ose ndjesi në partneritete dhe seriozitet në kontrata të rëndësishme. Për gaforet, tema mund të lidhet me shtëpinë, familjen dhe karrierën. Për britsjapin mund të ketë presion mes jetës private dhe figurës publike. Pra janë disa gjëra që kombinojnë mbi ndikimin dhe fushën që lidhen me disa çështje të lëna pezull ose disa gjëra që ndryshe gjykohet, ndryshe kuptohet dhe mundsohet. Gjithashtu në lidhje me dashurinë, kjo ditë është e lehtë për sa i përket disa çështje pune, disa vendime të mëdha që merren me punën dhe me ndryshimin e madh. Megjithatë, dita e premte e datës 21 na ndihmon jashtëmase për të bërë zgjedhjen e duhur mbi atë çka neve kemi, mbi atë neve çka jemi dhe mundësitë të arta që vinë drejt nesh. Duke pasur parasysh një nga mundësitë më të mira dhe pozicionimi i planeteve na ndihmon për gjëra të rëndësishme që vinë drejt nesh, por megjithatë ka diçka mjaft të mirë në lidhje me punën aktuale dhe në lidhje me një ndryshim shumë të madh që do të kemi tani tutje. Në çështjet që lidhen me ndikimin dhe çështjet planetare, na jepet mundësi dhe koha për të parë se çfarë do të bëjmë në lidhje me punën aktuale, në lidhje me një ndryshim shumë të madh ekonomiko-financiar. Dhe jo vetëm kaq, por ka dhe mundësi të arta, sepse po të vëmë re ndikimi që lidhet edhe me punën, por lidhet edhe me disa ndryshime të tjera, por ne do të pasur kompromise, do të kemi kujdes se sot duhet pjekuri, por edhe zemër të pastër për të zgjidhur problemet që na kemi. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, në rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës së blerjes, jeni gati për të folur bashkë pastaj në WhatsApp, në Viber, në kohën që ju keni dërguar emailin tuaj nga sekretaria. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Por ju që shenjës e Dashit duket se kjo periudhë është një nga periudhat ku do të shikoni shumë gjëra të marrin rrugën e duhur. Meqense juve të kësaj shenje keni disa mundësi të mira financiare, ekonomike, edhe pse kjo periudhë është një periudhë ku për çështjet ekonomike financiare, për biznesin, për karrierën është mundësi e mirë, sepse kjo periudhë kërkon ndjeshmëri, kjo periudhë kërkon vazhdimsi.
korektësi me punën dhe karrierën. Një nga ndryshimet më të mëdha që kanë bënë tani atutje është ndryshimi i punës, ndryshimi i vendimarrës ekonomiko-financiar, sepse sot kërkohet pjekuria, sot kërkohet qartësia. Juve keni këto dy gjëra dhe mund t'ja arrisni qëllimin. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bënë me peshore të ditës së parë dhe me akrep është ndikimi më i mirë dhe më pozitivi i qenë ndonjëherë mbi ato që ka kërkohet dhe rregullohet. Në çështje shpirtërore, një lidhje afatgjat është me ujorët e ditës së parë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e demit. Çfarë ndodh me shenjën e demit? Meqense demi korrigjon gabimet e së shkuarës në fakt dhe është në këtë ndikim, sepse është një nga mundësitë më të mira, nga pozicionimi i planeteve që u jep mundësinë dhe periudhat kur ndodhin fenomenet, sepse keni pasur mjaft probleme të mbartur nga e kaluara, por nuk ju prish punë dhe nuk e diskutoj që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me vendimarrjen ekonomiko-financiare. Kjo është një mundësi shumë e mirë, një mundësi relativisht konkrete, sepse kjo punë është ndikim, është mundësi, është vazhdimsi për karrierën tuaj dhe një nga momentet më të vjera që keni në këtë ditë, prandaj shfrytëzoni në maksimum, mos i lini pas dore, sepse është pikërisht kjo punë, është pikërisht ky moment ku çdo gjë do të ndodhë, çdo gjë do të arrihet fal suksesit dhe mundësive të arta që ju keni. Në çështjet që lidhen me punën tuaj aktuale, lidhen dhe me disa ndryshime të vogla që do të keni, por ky është momenti juaj, sepse demi gjithmonë është mbetet nga shenjat më me ndikim në këtë aspekt. Dashuria është me shigjetarët e ditës së parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët kam shumë lajme të mira për këtë ditë, sepse është një nga ditët më ndikuese dhe më stabilizuese i ekonomisë dhe i stabilizimit i mundësive të arta që keni tani atutje. Por nuk ka vend për të shqetësuar, sepse ka vend për të kuptuar, për të arritur qëllimit dhe mundësive të arta. Nuk diskutohet se tani atutje gjërat kanë një ndikim, një program, një mundësi, një kohë e artë mbi ndryshimin e madh që vjen për sa i përket stabilizimit financiar, për sa i përket gjërave të mëdha që keni, momenteve të arta që keni tani atutje, dhe kjo është diçka shumë pozitive. Në anën tjetër keni mundësinë në lidhje me biznese, lidhje me karrierën e keni, që kjo është pak a shumë me ndryshimin e madh që ju e keni, por megjithatë mos mu shqetësoni fare, sepse kjo periudhë është e juaja, funksionon në anën tuaj, në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, dhe bini pas anës ekonomike, sepse këtu binjakët e kanë këtë, ose do bëjnë një takim sot nga ora 10-11, ose mund ta bëjnë mbas dite, mbas orës 19. Kjo është diçka shumë e mirë për juve të kësaj shenje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë e ditës së parë është perfekte, me peshore është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, meqense gaforet tani e tutje nuk duket se ka një problem shqetësues, por ka diçka shumë të rëndësishme, sepse ndikimet që kanë bëjnë, mundësitë që ju jepen, është një kohë shumë e rëndësishme ekonomike financiare. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrepët e ditës së parë, me ujorët e ditës së tretë, është perfektja dhe ndryshimi është i sigurt për jetën tuaj dhe vazhdimsinë tuaj. Dashuria, duket se me peshk të ditës së parë, bricap të ditës së tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e luanëve. Meqense luanët duket se rezulton gëzimi, rezulton mundësia, rezulton karriera dhe mundësitë të arta që keni tani tutje, ku është një nga mundësitë më të mira, është një mundësitë më të ndikuara në fushën ekonomike financiare, në fushën e biznesit, në fushën e vazhdimësisë dhe e korrektësisë. Por në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmtë e ditës së parë, me shigjetarët e ditës së tretë, është perfektja dhe mundësia më e mirë e mundshme e që ndonjëherë mbi ndryshimet dhe takimet që bëhet me biznesin. Është një takim shumë i rëndësishëm tani tutje, një marrje vendimi shumë të rëndësishëm dhe mundësitë të arta që do të keni. Në fushën e dashurisë, duke se me luan dhe me dash është aja dhe zheja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Virgjëreshat duket se kjo periudhë luan një rol shumë të rëndësishëm në ekonomi. Nëse juve keni pas mundësinë ose
doni të zgjidhni një problem të mbartën nga e kaluara, sepse virgjëreshat jo se kanë atë problemin e tyre për nga e kaluara, por kanë një diçka që s'po e zgjidhin dot, lidhet me mënyrën e punës më tepër kjo. Meqenëse se juve jeni të punës dhe i keni gjitha mundësitë për zgjidhur problemin, për zgjidhur gjërat që keni pasur, mos u nxitoni. Merrini gjërat avash, të rregullohen, të stabilizohen gjërat dhe është një nga mundësitë më të mira tani tutje, ku do të keni mundësinë ekonomike, ku do të keni mundësinë edhe vendimarrje në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështje shpirtërore është pikërisht kjo periudhë, ku është një periudhë mjaft e mirë, lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimin, lidhje me vazhdimsinë në anën tjetër. Prandaj duket se virgjëreshat kanë kohën e tyre dhe një lajm shumë të mirë që ta marrin tani tutje është një nga ndikimet më të mira dhe pozicionimi planetar ju ndihmon në këtë aspekt. Sidomos një ndikim shumë i mirë është virgjëresh, këtu duhet pasur pak vëmendjen në këtë drejtim, do të thotë në anën e biznesit, por e në anë të tjera që do të kemi, sepse virgjëresh dash, virgjëresh binjak, është aja dhe zhëja për juve të kësaj shenje. Edhe një udhëtim që do të keni juve, por këtë do të parë pak më vonë, që nëse keni një problem vogël me udhëtimet ose shtyrje, që ta dini. Shkojmë tek shenja radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për peshore duke se tani tutje gjërat janë anën tuaj, keni mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur problemet e pazgjidhura. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë peshoret, do thotë janë me gafore dhe me ujor. Me ujor nuk e keni zgjidhur akoma. Nëse keni mundësinë, zgjidheni tani sa sot vonë, sepse është koha juaj dhe momenti më i artë i që ndonjëherë. Vijojmë tek shenja radhës që do thotë akrepi. Akrepet me një fjali për këtë ditë është një nga ditët më me zë, më pozitive, më korrekte nga ana juaj, sepse ndikimi që ndodh ditët e premte zakonisht kanë atë mënyrën e të shprehurit dhe kohën e tyre për punën dhe karrierën. Por se në dashuri, kujdes, në lidhje me gafore dhe me dash se ka i problem vogël që duhet zgjidhur urgjent. Shkojmë tek shenja radhës që do thotë shigjetari. Për shigjetarët është mundësia, është koha, është ritmi që ve keni, puna, vazhdimësia në anën tjetër, por të gjitha këto përbëjnë një pjesë të gjërave të mëdha, të ekonomisë, të stabilizimit dhe të gjërave konkrete që ju e keni në anën tuaj, në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, dhe koha është e juaja, funksionon për juve, sepse është një moment kyç në ekonomi dhe në stabilizime. Por gjithashtu, kujdesuni pak për veten tuaj, se keni lënë pas dore nga lodhjet e iskajshme, mund të keni disa probleme më vonë. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Luan, është idealja. Vijojmë tek shenja radhës, që do të thotë shenja e britsjapit. Për britsjapet duket se mënyra dhe mundësia, koha dhe vazhdimësia është në anën tuaj dhe juve jeni përcaktues shumë pozitiv në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj dhe është momenti i duhur për nisma të reja në punë dhe në karrierë. Me ndryshimin më të madh që keni në karrierën tuaj është mundësia dhe momenti më i artë dhe më pozitivi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me ujor dhe me dash është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për ujorët mund të flasë gjithë ditës unë, sepse ka të bëjnë edhe me takime pune, ka të bëjnë edhe me mundësi të arta, ka të bëjnë edhe me një ndryshim të papritur ekonomiko-financiar. Por kjo është tjetër gjë, sepse lidhet me punën, lidhet edhe me karrierën. Kurse në çështje shpirtërore lidhet me Luan, me Akrep është aja dhe zheja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqve. Meqense peshqit janë përcaktuesi të vërtetë të jetës dhe të vazhdimësisë. Në anën tjetër, kemi një mundësi mjaft të mirë dhe tepër pozitive në lidhje me ndryshimin e madh që vjen drejt jush. Është një kohë e përshtatshme me ekonominë, me stabilizimin dhe me kuptimin e së ardhmes. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me binjakët e ditës së parë, me shigjetarët e ditës së tretë është perfektja, sepse peshqit gjithmonë janë një hap para asaj çfarë ndodh. Në dashuri, një bashkim familjar dhe dokumentacione do jetë me Luan, do më kujtoni dhe do shikoni. Dhe ka diçka, një rrugë dy punë. Ka edhe një pasardhës ku nuk do keni njohje dhe lidhje direkt në martesë. Këto ishte pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj date, të datës 21 gusht 2026, ditë e premte. Por nëse dëshironi parashikime të detajuara,
astrologu.al është pikërisht faqeros, atje mund gjini gjithçka ju intereson. Nga çdo gjë. E keni gati, doni juve që të flasim në privat. Atëherë, dërgoni një email tek sekretaria dhe jeni gati pastaj për të dërguar dhe për të folur bashkë për çdo gjë që doni në WhatsApp. Më një rregulla.